Mirë, do të flasim në vazhdim për dy ngjarje të rënda që kanë tronditur opinionin publik, bëhet fjalë për abuzime seksuale në qytetin e Sarandës. Megjithatë, për më shumë detaj se për çfarë konkretisht bëhet fjalë, si ka ndodhur ato, unë kam në lidhje të drejtë për drejtë në këto momente gazetaren tonë Saranda, Angela Lushka. Angela, të përshëndes. Ju përshëndes edhe unë nga Finiqi këtë herët, ku duhet të raportojmë për një ngjarje mjaft të rëndë. Një 57 vjeçar identifikuar si Ramazan Roko është arrestuar ditën e sotme pasi dyshohet se ka abuzuar seksualisht me të bijën e tij 25 vjeçare. 57 vjeçari kishte një muaj që ishte zhvendosur në fshatin Dërmish të Finiqit ku jetonte së bashku me vajzën e tij. Ai dhe bashkëshortja e tij ishin divorcuar vitin parë kur 25 vjeçaria ishte ende një fëmijë. Pas divorcit, vajza ka jetuar në shtëpinë e fëmijës në Durrës deri para një muaj kur ky institucion nuk e mbante më tepër pasi kishte kaluar moshën 18 vjeç dhe kishte qëndruar dhe 6 vite të tjera ekstra atje. Për një muaj që të dy ishin vendosur në këtë shtëpi me qira në fshatin Dërmish të Finiqit, e mitura ka deklaruar se jati kishte abuzuar sistematikisht me të disa herë brenda muajit. Kanë qenë fqinjt në fshat ata cilët kanë vënë re situata edhe gjeste të çuditshme në shtëpinë ku jetonte 57 vjeçari me të bijën dhe menjëherë kanë bërë denoncimin në polici se diçka nuk shkonte në banesën e tyre. Nga investigimet e policisë kanë arritur në konkluzionin se jati mund të abuzonte me të bijën. Janë ende në dyert të komisariatit duke dhënë deklaratat e tyre lidhur mbi këtë ngjarje të rëndë. Denoncimi është bërë nga të afërmit, nga banorët, pra nga fqinjët, jo nga vetë vajza? Fillimisht denoncimi nuk e ka pasur fillimisht vajza kur ajo është bërë nga fqinjët cilët dyshonin se në banesën e tyre ndodhte diçka. Teksa menjëherë pastaj nga investigimet e policisë është arrestuar jati dhe vajza aktualisht është duke dhënë dëshminë e saj pranë komisariatit aty ku normalisht gjendja e saj është e rënduar nga ana psikologjike, por është duke dhënë detajet përgjatë një muaji abuzimi. Përsa i përket nënës vajzës, ajo që dihet është se jeton në një fshat të lushnjës dhe ka probleme të shëndetit mendor duke bërë atë kështu të paftë për të kujdesur për të bijën. Gjithsesi këto janë detajet e deri më tanishme për këtë ngjarje mjaft të rëndë. Për fat keq, një tjetër ngjarje e ngjashme si kjo shënohet në Sarandë, shënuar ditën e djeshme ku një 67 vjeçar ka ngacmuar seksualisht një 15 vjeçare. Dyshohet se ky shtetas ishte në një lidhje intime me nënën e të miturës, teksa dje në banesën e tyre ka shkuar për t'i vizituar, ka ngacmuar seksualisht 15 vjeçaren. Edhe prindërit e kësaj 15 vjeçare ishin të divorcuar.